Përshëndetje sërish nga Unë Andi Kapgjy dhe mirë se vini në rubrikën i ftuar i ditës. Në fakt, në minutat në vijim do të flasim për tregun e sigurimeve. Me mua në studio është bashkuar zoti Avni Ponari, presidenti i kompanisë Sigal. Përshëndetje, mirëdita, mirë se ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Pikë së pari, kompania juaj është një nga më të vjetra në treg, mos gaboj, dhe pak ditë më parë keni festuar 15 vjetorin e krijimit. Nuk e di ç'do të thotë 15 vjet Sigal, gjithë kjo aventurë për kompaninë tuaj. Në të vërtetë, të mendosh se kaluan ka shpejt 15 vjet, të vjen keq. Megjithatë, kjo ka qenë një histori e cila mbahet mend, kujtohet momente të caktuara, është një histori e cila të jep her pas here mbresat, të jep her pas here kujtime, të jep her pas here nostalgji, të jep her pas here përpjekje. Nuk ka qenë thjesht që të vish për 15 vjet, sepse njerëzit mendojnë që biznesi është i thjesht, në fakt nuk është i thjesht, është shumë i vështirë, është një nga punët më të vështira. Është nga puna që kërkon sakrificë jo vetëm për vete, kërkon sakrificë edhe për familjen, kërkon sakrificë edhe për njerëzit që të rrethojnë, sepse biznesi kërkon impenjim dhe impenjimi duhet të jetë 24 orësh. Unë do thoja që 15 vite ishin 15 vite përpjekjesh, sepse gjithë kjo periudhë ka qenë edhe periudhë zhvillimi e Shqipërisë. Atë ditë kur vija në aeroport me miqtë e mi që erdhen nga Londra, nga Zvicra, nga Austria, nga Gjermania, nga Italia, nga Franca, nga Greqia. Dhe po ju tregoja që para 15 vitesh nga aeroporti deri ke Zoguzi ka qenë bosh në të dy krahat, nuk e besonin. Megjithatë, ne që jemi të përditshëm e kuptojmë se çfarë ndryshimesh kanë ndodhur, dhe së bashku me këto ndryshime kanë ndodhur ndryshimet tona në tregun e sigurimeve dhe kanë ndodhur ndryshime në Sigalin. Atëherë ishim vetëm pak veta, sa ishte liberalizuar tregu, ndodheshim përballë një kompanie shumë të madhe në atë kohë shtetërore, e filluam me 5 veta dhe sot jemi rreth 1100 punonjës, me kapitalet të qindra fishuara, me aksioner dhe bashk aksioner të mëdhej, siç janë Fondi Amerikan, Investimet Departamentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Unika, që është një nga kompanitë lider në Europën qendrore dhe lindore, një nga fuqitë e mëdha financiare të Europës. Dhe në fakt do të thoja që për shqiptarë dhe Shqipërinë ka qenë fat i madh që ato ndodhen prezent në Shqipëri, sepse në fundit ato janë garantuese të investimeve vendase dhe të huaja dhe janë një flamur, do të thoja, shprese dhe sigurie në rajon, sepse ne i dham dhe rajonit këta investitor, i dham Kosovës dhe Maqedonisë. Njëkohësisht. Zoti Ponari, në fakt 15 vjet është një rrugë gjatë. Ju përmendët që ka qenë një rrugë e vështirë, por cilat ka qenë ato problematika specifike, le të themi, që keni pasur në këtë rrugë 15 vjeçare dhe ato cilat ju i quheni arritje? 15 vite kanë qenë vërtet nuk mund t'i kalosh në emision dhe shpesh mendoj që janë shumë gjëra për të shkruar. 15 vite, domethënë, kemi filluar në vitin 1998 të përgatitemi sepse atëherë doli ligji. Në 99-ën, në 22 shkurt, morëm vendimin dhe imagjinoni Shqipërinë e vitit 1999, kur vinte pas atyre rënjeve, pas asaj krize të madhe, kur njerëzit kishin humbur besimin tek gjithçka, ndërsa ne fillonim të ngrinim një shoqëri sigurimi dhe natyrisht arritëm ta ngrem, dhe kjo është për të theksuar dhe shumë e veçantë, arritëm të bënim një kompani sigurimi që tashmë është kompani rajonale dhe është ndër më të mëdha në rajon. Dhe arritëm që të gjejmë partner gjithandej. Kuptohet që duke filluar në atë kohë, ne filluam drejt për drejt të krijonim produkte që i duheshin tregut, të gjenim partnerë sigurues që të mbronin tregun të kompaninë, të gjenim bashkëpunëtor të gjithanshëm, të ngrijonim stafe, të krijonim njerëz dhe të vish me 4 veta dhe të shkosh në 1100 veta do të thosh vetëm stafi i përgatitur, qoftë brenda, qoftë jashtë, është një kosto shumë e madhe, është një aset shumë i madh dhe natyrisht unë i falenderoj ata, i falenderoj dhe gjithë klientët që kanë qenë pjesë e Sigalit gjatë këtyre viteve dhe arritëm që të depërtonim në tregun shqiptar të sigurimeve. Do thoja që u krijuam në fillim 3 kompani, 1 shtetërore dhe 2 private, dhe ne shumë shpejt u bëm lider tregut, që nga viti 2002 dhe deri më sot kemi patur mbi 30% tregut, pavarësisht se kanë qenë 3 kompani, kanë qenë 5, 8 dhe sot janë 12. Pra, pavarësisht numrit kompanive, ne kemi ruajtur pozitën tonë në treg. E kemi ruajtur vetëm saj të korrekcisë, e kemi ruajtur vetëm saj të bashkëpunimit, vetëm saj të besimit që i kemi dhënë njëri tjetrit klientit
klientin neve dhe ne klientit. Kjo ka qenë edhe, do thoja, edhe suksesi i mbajtjes së kësaj pjese të tregut. Për të zgjeruar pak më shumë bisedën, si përvojësohet tregu i sigurimeve sot në Shqipëri? Do thoja që Shqipëria është një vend interesant, do thoja një vend që këtë pjesë ka patur të xerruar, do më thënë nuk ka patur asgjë. 1992, sepse unë kam qenë pjesë e kompanisë parë të sigurimeve, 92-shin këtu nuk ka ekzistuar asgjë në fushën e sigurimeve, dhe sigurimet filluan në atë kohë me kompaninë e parë shtetërore të sigurimeve, dhe natyrisht njerëzit nuk dinin se që janë sigurimet, ashtu si një pjesë e madhe nuk dinë edhe sot, dhe fakti që sot tregu shqiptar i sigurimeve është vetëm rreth 20 euro për frym, do të thotë që është një industri shumë e vogël, një treg i vogël, duke u krahasuar me kompanitë fqinj, me vendet fqinj, me Maqedoninë, po, dhe Kosovën, Malnezi. Atje në Maqedoni është 100 euro për frym, në Kosovë është 60, në Malzi është 110, në Kroaci ka qenë niveli, afërsisht niveli njëjtë me ne, ka shkuar 700, Slovenia është 1000 euro për frym, dhe Austria, pjesë të cilit grup jemi edhe ne, është rreth 2900 euro për frym. Pa llogarit vendet mëdha si Shtetet Bashkuara të Amerikës që është 6000 etj. Pra, në këtë vend në të cilën tregu është i vogël dhe paguhet vetëm 20 euro për frym, nuk mund të mendosh se këtu ka një zhvillim, por natyrisht mungon ajo që është themelore, mungon e drejta ose mungon përgjegjësia e qytetarëve shqiptar për të qenë të ndërgjegjshëm dhe për të mbrojtur interesat e tyre. Pra akoma s'kuptohet se tregu i sigurimeve në fundit është një lloj pavarësie, një pavarësi totale nga të gjitha strukturat shtetërore. Është një pavarësi sepse nëse je i siguruar do të thotë që ti ke fituar një lloj pavarësie, ke fituar pavarësinë që nuk ke drejtë, nuk ke nevojë të drejtohesh bashkisë, nuk ke nevojë të drejtohesh shtetit, nëse ke zjarr, nëse ke përmbytje, nuk ke nevojë të drejtohesh Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ke nevojë të drejtohesh Ministrisë së Shëndetësisë, nëse ke nevojë shëndetësore, nuk ke nevojë, domethënë humbet të gjitha këto drejta dhe je vet mbret ose vet independent, je njeri i Zotit, të cilët do ke një marrëdhënie me një kompani sigurimi dhe me këtë marrëdhënie, me këtë kompani sigurimi ti do vazhdosh të punosh dhe do të mbrosh interesat tua. Fakti që në Shqipëri është kjo lloj situate, do të thotë që kultura qytetare është shumë e vogël, sot janë rreth 1 milion shtëpi të pasiguruara, sepse vetëm 2-3% e tyre janë siguruara, janë 3.5 milion shqiptar pas një lloj sigurimi, jete apo shëndeti, që vetëm 2-3% e tyre janë siguruar, janë gjithë kjo pasuri shtetërore private e pasiguruar, do thuj se gjithçka është pak a shumë në mëshirën e fatit dhe të Zotit. Dhe kjo nuk është e mirë, nuk është se jam unë në këtë industri, por është domosdoshmëri e kohës, është përgjegjësia e çdo qytetari për të mbrojtur atë që ka krijuar, sepse vetëm sigurimet janë ato që ta krijojnë këtë lloj pavarësie, vetëm sigurimet janë ato që të krijojnë këtë mundësi që çdo njeri ta ketë në dorën e tij fatin e tij. Dhe këtë e kanë sigurimet. Kostot e sigurimeve njerëzit mendojnë se janë të mëdha, jo, janë shumë të lira, janë shumë të vogla, janë kostot të cilat janë vërtet të përballueshme me shumë pak. Sot Shqipëria ka rreth 400.000 makina, do të thotë që 400.000 familje kanë makinë. Pra kanë mundësi që të përballojnë edhe një kosto sigurimi. Kanë pra mundësi që të ketë një sigurim shtëpie, kanë mundësi që të ketë një sigurim shëndeti në vit, që një sigurim shtëpie kushton vetëm 5.000 lekë në muaj të vjetra. Një sigurim shëndeti për të patur një shëndet normal kushton vetëm 10.000 lekë në muaj. Një sigurim tjetër që është përgjegjësi kushton pak aq. Pra totali i sigurimeve është shumë i vogël, por ajo që bëjnë sigurimet dhe mbrojtja që bëjnë sigurimet është shumë e madhe. Është monopol tregu i sigurimeve dhe çfarë duhet ndryshojë në tregun këtu në Shqipëri? Nuk po flas për vendet e rajonit që. Shiko, tregu i sigurimeve në Shqipëri është rreth 60 milionë euro. Tregu i larjes makinave mund të jetë 180 milion. Do thoni po si ka mundësi. Çdo njëri pyet një ditë një gazetar i them sa paguan ti për larjen e makinës. Sa herë la makinën në javë? Më tha 2-3. 52 javë nga 3 i bie rreth 150 larje. Nga 3.000 lek i bie 450.000 lek paguan një mbajtës makine për të la makinën. Ndërsa për të siguruar makinën paguan vetëm 100.000, 120.000, 150.000 lek.
Ky është ndryshim shumë i madh. Ky është një lloj kontradiksioni i papar që ndodh vetëm në Shqipëri. Krahasimi është i papar. Pra, tregu i larës makinave është 5 fish i tregut sigurimeve. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Sepse njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë janë sigurimet në vërtet. Sot rreth 30% e makinave automjeteve janë pasiguruara. Dhe një pjesë e këtyre janë përfshirë në aksidente. Këto aksidente që këto të pasiguruar kanë shkaktuar, natyrisht që gjykata të lubrifikuara dhe të korruptuara kanë dhënë vendime shumë të larta për pagesa dome, shumë të larta, të cilat do t'i paguajnë ata që kanë shkaktuar domin. Pra kanë krijuar një vlerë rreth 13 milionë euro sot që do t'i paguajnë këta qytetarë që kanë qenë të pasiguruar dhe kanë bërë dome. Dhe kjo është një thirrje që unë i bëj çdo qytetari që mos dilën në rrugë pa e patur makinën të siguruar, sepse mbi ty do bjerë barë e madhe. Gjykatësit janë të pamshirshëm, sepse mendojnë që ky vendim gjykate bie mbi një organizëm që quhet byroja, por në fakt ai vendim gjykate bie mbi personi që ka shkaktuar domi, dhe mbi avokatët dhe gjykatësit që qëndrojnë afër. Kështu që kur flasim për treg, zakonisht tregun e sigurimeve kuptojnë si treg makinash. Tregu sigurimi i makinave. Nuk është tregu sigurimi i makinave. Unë në kompaninë time kam mbi 45 lloj sigurimesh. Pra, një nga këto 45 është sigurimi i makinave. Është e vërtetë që duke qenë sigurimi detyrueshëm, sepse kështu është gjithë botën, dhe në gjithë botën është një sigurim që është i detyrueshëm për faktin sepse nëse nuk është i detyrueshëm, atëherë konfliktet midis dy automjeteve të përplasur do zgjidheshin individualisht midis njerëzve. Dhe kjo ka kaluar përgjegjësi shtetërore, sepse nuk mundet që dy individ, të cilët janë të aksidentuar, të zgjidhin problemin midis njëri tjetrit. Në këtë çast kur shkaktojnë aksidentin, ata janë të ftohtë sepse risku i transferohet kompanisë sigurimi nëse është i siguruar. Dhe zakonisht ju e keni parë që kohët e fundit ka patur një rritje të aksidenteve, natyrisht ka patur një rritje dhe aksidente shumë të mëdha. Vetëm në një ditë para një jave kanë qenë rreth 14 të vdekur, duke 10 të vdekur dhe disa të plagosur. Dy aksidente të rënda. Unë kam bërë vetëm një përllogoritë të parafort vet. Kosto e atij aksidenti ka qenë rreth 2 miliard lekë. 2 miliard lekë që fatkeqësisht është mbi një kompani, sepse probabiliteti ishte i tillë që i ranë gjitha mbi një. Pra, sot primi i sigurimit i motorik nuk është në nivelin e kërkuar, nuk është në nivelin e asaj që duhet dëmshpërblet çdo qytetar, sepse ne pretendojmë të shkojmë në Europë, ne pretendojmë që europianë të vinë në Shqipëri. Dhe ata kërkojnë që Shqipëria, automjetet shqiptare të kenë një limit përgjegjësie më të lartë, sepse në rast aksidenti, në rast domi, vlerat janë më të mëdha. Vende si Franca, Italia, vendet tjera e kanë pa limit vlerën e dëmshpërblimit. Shqipëria e ka të limituar, Kosova e rriti, Malizia ka rritur, Kroacia. Pra, rritja e limitit përgjegjësisë kërkon dhe rritje e pagesës primit. Tani kush është themelore dhe mendoj që është shumë e rëndësishme në Shqipëri është që sa paguhen dëmët. Ky është problemi themelor. Problemi i çmimit është diçka tjetër. S'ka fare rëndësi dhe s'ka lidhje fare me atë që ndodh. Sa paguajnë realisht dëmët? Atëherë sa paguhen dëmët dhe cilat kompani paguajnë dëmët, cilat nuk paguajnë dëmët. Ky është problemi themun. Dhe këtu duhet ndaloj autoriteti mikqyrës i sigurimeve, këtu duhet ndalojnë autoriteti i konkurrencës i cili për 10 vjet ka nxjerrë 22 vendime ndaj tregut sigurimeve. Që nuk mundohen as i vend botës. 21 vendime penalizimi për tregun e sigurimeve për një produkt. Nuk ndodh as i vend botës kjo. Përveç se këtu në Shqipëri, unë jam prezent në Kosovë dhe në Maqedoni me 4 kompani tjera sigurimesh, që janë pjesë e këtij grupi, dhe për 10 vjet kam vetëm një kontroll nga autoriteti i konkurrencës. Në Shqipëri ka 22 vendime. Llogaritë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe dhe çfarë presioni dhe çfarë dhune ushtron autoriteti i konkurrencës, dhe po e them çik kështu ashpër, këtë lloj presioni që i ka bërë tregu të sigurimeve në Shqipëri. Tregu i sigurimeve në Shqipëri është i pa rregulluar në shumë faktor dhe në veçanti tregu i sigurimeve motorike. Për 10 vitesh Banka Botërore ka bërë një projekt për krijimin e një qendre dhe vendosjen e bonus malvusit në tregun e sigurimeve, që ti që ke një makinë dhe nuk ke aksidente, ti të marrësh çmim më të ulët se ai që ka patur aksidente, ai që ka kryer aksidente, ai që ka patent në 3 vjet etj. Kjo nuk ndodh. Dhe pavarësisht kërkesave që tregu sigurimeve i bën Ministrisë Transportit, Autoriteti Mikqyrës Sigurimeve, Ministrisë e Rëndit, që të koordinojnë veprimet e ta ngrenë këtë qendër, ku tregu sigurimeve të marrë të dhëna drejt për drejta, atëherë nuk kemi se ç'flasim më për çmime, sepse çmimin e vendos sistemi. Atëherë shpëtojmë nga kjo e keqe, por pse nuk bëhet kjo? Mendoj që nuk bëhet kjo vetëm për përdor autoritetin e konkurrencës her pas here,
për të bërë sikur po rrit çmimin tregu sigurimeve, ose për të humbë vëmendjen nga tregjet tjera dhe për të goditur këtë që është e prekshme, se s'ka asnjë arsye tjetër. Po ajo që përmendët ju, sa dhe si paguhen dëmet? Kjo sa dhe si paguhen, ky është problemi themelor. Atëherë, tregu sigurimeve ka një autoritet mbikëqyrës. Dhe ky autoritet mbikëqyrës duhet të ketë dhëna të sakta dhe të përcaktuara. Ligji ka përcakton edhe afatet. Ligji e përcakton edhe afatet se kur dhe si duhet paguhet dëmi. Ky është detyra kryesore e tregut sigurime. Ky është detyra ime. Në qoftë se unë aplikoj, përse nuk më thot autoritet, ose përse ju nuk ndërhyni asnjëherë nuk flisni, përse unë tregu atë primin e sigurimit të shëndetit e kam të lartë. Nuk vini, nuk më keni thënë ndonjëherë. Përse sigurimin e një fabrike kam të lartë, përse sigurimin e një uzine kam të lartë, përse sigurimin e një përgjegjësie kam të lartë. Nuk vini të më thoni, sepse përse sigurimin e shëndetit në udhtim herë kam të lartë, të ulet sipas interesave, sipas asaj që ka kompania. Nësa i vetëm gjë është përse sigurimi i detyruar, sepse ajo është problem i cili nuk ka të bëjë me këtë, ka të bëjë me pjesën e dytë të dëmeve. Një Mercedes, një kofë në Mercedesit kushton 20% më shumë në Shqipëri se në Gjermani. Dhe vlera që paguhen një gjerman për sigurimin e makinës është 1.800 euro në vit. Ndërsa në Shqipëri shumë herë më madhe se në Shqipëri. Është 10 herë më larg, po pjesët e këmbimit janë një lloj. Natyrisht ndryshon tek orët e punës, ndryshon tek dëmi shëndetësor etj. Por asnjë nuk thot, një minutë, ky treg sigurimi është paguën dëmet. Sa i paguën dëmet? Problemi themelor i paguën dëmet. Klienti le mos vi. Nëse ka çmim të lartë, le të shkojë tek ajo kompani që ka çmim të ulët, por nuk do marr dëm shpërblim. Sepse nëse shkon atje ku nuk merr dëm shpërblimin, atëherë do të qëndrosh në pozitën e, atëherë do bësh siguri e siguruar. Ka edhe nga ata njerëz të cilët bëjnë sikur sigurohen. Unë do të këshilloja gjithë mos bëj sikur sigurohesh, se përgjegjësia financiare është e jotja, dhe përgjegjësitë financiare janë shumë të rëndësishme, shumë të rrezikshme dhe janë edhe falimentuese nganjëherë. Ju e përmendët pak, por keni pasur një takim me kryeministrin, le të themi kompanitë e sigurimeve, dhe zhurma u bë për rritjen e TPL-s, mos gaboj. Jo. Unë mendoj që takimi me kryeministrin ishte i një natyre tjetër dhe ishte, do thoja, një takim interesant dhe do ta vlerësoja si një takim në të cilën u tha që sepse kryeministri me sa kuptova ishte informuar për tregun dhe natyrisht duke qenë informuar, ai tha vetëm që ju je industri e vogël. Unë e kuptoj se kush është pozicioni juaj dhe se çfarë duhet bërë, ju jeni ekspert. Atëherë caktoi dhe dy ministra që të merren me industrinë për të ndërtuar siç ka ndodhur në gjithë botën, për të parë se çfarë mundësish ka kjo industri. Çfarë mund të jap kjo industri GDP-s? Çfarë do të jap kjo industri vendit? Çfarë mbështetje ka kjo industri që taksapaguesit që taksat mos shkojnë për të kompensuar njerëzit që përmbyten, njerëzit që ushqemen shtëpijet, që nesër mund të ndodhi tërmet dhe mund të paguajnë ato që paguajnë për shkak të tërmetit, mos ta paguajë taksapaguesi, po ta paguajë personi, ta paguajë individi, ta paguajë çdo familje. Pra, ndërtoni një program, ndërtoni një strategji dhe kuptoni se ku ndodheni dhe çfarë mundësish ka dhe kush janë rrugët që ka hecë bota. Për shembull në Francë nuk ka polici, ju nuk e besoni, po s'ka polici ndërtimi. Atje ka treg sigurimesh. Tregu sigurimeve dorëzon projektin përpara se sa ai ndërtuesi dorëzon projektin përpara se sa të fillojë të ndërtojë objektin, ja dorëzon kompanisë sigurimeve dhe i thot, ky është projekti. A mendon ti se ka mundësi njëri ta devijojë projektin nëse është i siguruar? Jo, sepse vlerat dhe limitet e pagesës janë miliona. Pra nëse ai shton 1 metër, ai do paguajë 10 milion euro dhe tregu sigurimeve i vendos metrën në fillim, metrën në fund dhe thotë marrë, kur ta marrësh, pagu primet dhe është e mbyllur. Pra në këtë fushë edhe kryeministri me sa kuptova dhe detyrën që u vendosi ministrave të jetës ishte e tillë që punoni për të ndërtuar dhe për të ndërtuar një infrastrukturë që konsumatori shqiptar të jetë i mbrojtur nga ana financiare, që konsumatori i të gjithë llojeve, sepse konsumatori nuk është vetëm ai që han. Konsumatori është edhe ai që lëviz në rrugë, edhe ai që punon në ndërtim, edhe ai që ka edhe komshia që i djeg shtëpinë komshish është konsumator, edhe ai që shpërthen bombën e gazit është konsumator, edhe ai që lundron është konsumator. Sot hapësira detare është pas një lloj mbrojtje, pas një lloj sigurimi përgjegjësie për ndotjen, për sigurimet tjera të cilat janë paq të rëndësishme sa dhe sigurimet që janë të brendshme. Pra, ndërtimi një strategjie zhvillimi ose do thoya një strategjie mbrojtje të konsumatorit
është shumë e rëndësishme dhe këtë mund ta bëjë vetëm Ministria e Sigurimeve. E qartë. Mritëm dhe në fund të minutazhit të përcaktuar zoti Ponari, në falenderoj për të gjitha mendimet dhe opinionet e dhëna këtu në studion e televizionit Një Report. Faleminderit edhe ju, nëse keni një gjë tjetër. Nuk kemi minutazh pa tjetër, do të pyesim pak edhe për TPL-n, por nuk kemi minutazh. Falenderoj edhe ju nderuar televizionistë që na ndoqët. Miru takofshim.